Jo, unë për vete nuk kam bërë, po është bërë një film. Unë këtu kam një libër, ne u shkolluam në Prag. Kam bërë një libër, ne u shkolluam në Prag. Bështetur në atë libër, Angelina Gjara ka bërë një skenar edhe është gjiruar në film. E kam unë këtu filmin në atë. është bërë një film? E kam filmin. Për këtë librin? është bërë... Jo, për Pragën, jo, për gjithë jetën tënde. Ti ke një jetë për film? Jo, të gjithë, më tepër është përqendruar në këtë veprimtarin nga Praga dhe në kinostudio, pa të kaluarën time, nuk është folur për të kaluarën. Është ky film, po doni e merrni që të ashtu të japun, të ashtu se e kam në flesh. Filmi që është pritur mirë, është shfaqur vetëm në arkivën e filmit, është shfaqur dhe në Kosovë, në Gjakov. Po dëshira për të shkruar libra, kur nisi? Po, tashi, unë... Se ke shkruar që nga Greta Garbo, vajza që u kthye në legjend, deri te... kjo që ka e bukur, 1985-2005. Po. Dhe ti ke këtu gjithë kinematografin shqiptare. Kjo është shumë e bukur. Aty ka një historik, pastaj ka dhe biografit e regjizorëve, i ka të gjitha Shqipëri. Biografit e gjithë regjizorëve? Po, i ka. Kështu biografi si pas partist apo jo, artistike? Si? Biografi artistike apo me... Përgjithsisht, edhe ku lindi edhe asho e ka. Janë këtu, se kam bërë këtë enciklopedin, kjo është enciklopedia e kinematografisë shqiptare. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe kjo enciklopedia ka një histori. E mora unë edhe shkova në New York. Më dëgjoni? Kur hapen dyert e jetës, Rikard Ljarja, ja për shembull, si është organizuar kjo? Ka përmbajtjen të dhënat autorëve. Gjithë emrat që luajnë, Rikard Ljarja, kur ndahesh nga shokët, është dhe anglisht. Është kjo, to janë kujtime. Mbroj dashurinë time, kinostudion. Ti e mbron dashurinë tënde, po se ke mbrojtur dot. Tani s'dihet. Po se mbrojta dot. Kjo enciklopedia është shqip, vetë kuptohet se janë 700. Po enciklopedia kjo thotë e kinematografisë, po në kinematografi janë dhe shkrimtarët që kanë bërë skenar, janë dhe kompozitorët, aktorët po e po, dhe më thënë këtu janë të gjithë këta, është edhe biografie e kompozitorëve, me radhë dhe më thënë. Edhe unë vajta me këtë në New York, mora një kopje dhe shkova në institutin në studimeve të kinematografisë dhe ja thash e njifja të drejtorin se kishe takuar në një kongres ndërkombëtar, i thash, urdhëro. E pa, tha, kush e ka bërë këtë, tha? I thash, unë, në asnjë mënyrë, tha, nuk mund të bëhet enciklopedia, tha, nga një njeri, tha. Për çdo gërm të alfabetit, tha, punon një redaksie e tërë, tha, se kërkohet informacion i plot. I thash, këtë e kam bërë unë, zotëri. Po tha, atëre keni patur enciklopedi të tjera, tha, dhe ti ke shtuar, jo, i thash, është e para, dhe hapa, fillon me Agolli Dritiro. Këtu i të që ku ka lindur, ka bërë shkollën fillore, qa romane që ka bërë, kush janë bërë filma e tjera me radhë, i tësh. U habit dhe tha, zotëri, tha, do të kesh marrë, i tha, $150,000 për liber, tha. Unë i thash, i nderuar zotëri, unë kam dhe $1,500 borç shtëpis botuese, i thash, jo më i s'ka marrë asgjë, i thash. Kjo është kujtime, mbroj dashurinë time. Jam nisur nga një emision i televizionit, që u revoltova, është si paka shumë si ajo, kam heshtur 70 vjetë, po kjo është për kinematografin. U revoltova, ishte një debat në studio me Blendi Feziun. Kishin marrë njerëz jo kompetent, që se njihnin kinematografin. Njëri ishte, ka emër se është pedagog në Akademinë e Arteve, po ka bërë vetëm një film dokumentar. Është një që është speaker i televizionit publik, që atje ka qenë në mbrapavij, s'ka qenë, s'është marrë me krijimtarinë artistike, ai se ka... S'ka, që mos përmende me emra, sa janë. Edhe, po injoronin çdo gjë që është bërë me kinematografinë shqiptare. Të them drejtën, u revoltova. Edhe ashtu e kam shkruar. Debat që kam bërë këtu. Nuk mund të imohesh vlera, traditat. Traditat i ruan çdo popull, sepse nuk bëhet shtëpia pa themeli. Një brez ndërton themelit, tjetri. A është e vërtet që ka patur politizim? Sigurisht, në çdo sistem diktatorial ka politik. Në veçanti filmi dokumentar. Në filmin artistik më pak. Por ama kam dëgjuar i thash në emision televiziv, një djalë të ri që shkruante në Facebook, thoshte që mua nuk më intereson që në sfondin e filmit artistik është rroth Partia e Punës apo rroth Shoku Enver Hoxha. Mua intereson psikologjia shqiptare, më intereson humori shqiptar, më intereson skenografia shqiptare, më intereson gjithë opinioni shqiptar. Kjo ka rëndësi. Sa janë arritur këto është tjetër problem.